Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, si ja ku po ritakohemi në këto temperatura kaq të ftohta, por duke ndarë lajmet më të fundit dhe duke komentuar lëvizjet më të fundit të personazheve publik. Në këtë minutazh dua të ndaloj tek Egli Tako. Egli Tako, pas të gjithë suksesi, gjithashtu dhe Egli që pati me 2 sezone në të 2 emisionet, që ka patur vërtet një dashuri të madhe nga publiku, që ka marrë një respekt të madh nga publiku, që ka marrë një vlerë të madhe nga publiku, Egli Tako çdo ditë po na fasionon dhe po na habit me respektin që ajo ka kundër drejt vetes. Ndryshe nga të mira që sjell dashuria, ndryshe nga luksi që sjell dashuria, Egli, siç duket, nuk ka preferuar që zemrën e saj t'ja besoj dikujt. Do me thënë, do të gënjenim veten, nëse ne thonim që Egli Tako nuk ka patur propozime, që Egli Tako nuk ka patur ngacmime, që Egli Tako nuk ka patur një mashkull i cili ka përqyer Eglin dhe është çmend pas Eglit. Me patjetër që ka patur, me patjetër që vazhdon të ketë, por siç duket në këtë pikë, Egli Tako nuk preferon që t'ia dhuroj zemrën dikujt, ndoshta pa e ndjer akoma se ka ardhur momenti. Fokusi i Eglit, ndryshe nga personazhet e tjerë që fokusin mund ta kenë tek dashuria, fokusi i Eglit është tek kujdesi ndaj vetes, tek e bukura e vetes dhe mbi të gjitha tek suksesi i jashtëzakonshëm në karrierën e saj. Do me thënë, Egli po investon në të gjitha dimensionet, në të gjitha format, po investon në karrierën e saj. Dëshiron që të ketë një karrierë të suksesshme, dëshiron që të ketë një karrierë pozitive dhe është fokusuar tek ky drejtimi. Ajo së fundmi ka ndarë 2 fotografi në Instagram, do me thënë gjatë gjithë kohës kur unë po komentoj, ju po shikoni fotografit, këto 2 fotografi që Egli ko pas kohe shkon në vizitë të tillë për të kujdesur për veten dhe për t'i dhënë vëmendje vetes në këtë drejtim, do me thënë për ta bërë atë më të bukurën tek vetja e saj. Egli duke që është shumë e lumtur, duke që është shumë pozitive, në fakt një ndryshim në vete gjithmonë na sjellë një energji të re, një ndryshim në vete gjithmonë na sjellë një dritë të bukur dhe këtë gjë po e shoh te Egli, do me thënë, shoh një vajzë e cila në të gjitha format di të kënaq veten e saj. Egli duke që ka shijuar një verë të bukur, duke që po shijon dhe vazhdon të shijon një verë të bukur, tashmë për t'u bërë gati për rikthim. Nga Egli kemi vetëm gjëra pozitive. Egli duket që dëshiron që të jetë sa më shumë fansave, do me thënë sa më afër fansave të saj dhe ndan me ne her pas here momente të bukura të çiftit.